A e keni një deklarat të një frizeri që është e shmen rjetin. Kaci, nuk e kisha kap kranin për 10.000 euro. Biles tha që për çmimin që e ka, nuk ja vlen muqu me prish gjumin aq herët. Stilisti i njohur i flokëve Kaci Leshi në një intervistë të fundit ka folur për punën e tij e normalisht kur është prezent nuk bën edhe pa u diskutu për çmimet në sallonin e tij. Se me thënë drejtën në rrjet ka kogja shumë reagime sa i përket çmimeve të tij. Biles, Kaci, pa pikë hezitimi dhe pa pikë sikleti, jep një deklarat kogja të fort, e që është u diskutu kogja me të madhe në rrjet. Që po ja thon tekstualisht se çfarë tha Kaci për çmimet në sallonin e tij. Çmimi nuk bën të arsituohet. Pasi, 90.000 euro as nuk e kisha prej klientin, tha Kaci. Biles, te kjo është marrë mi diskutu çmimet e sallonit ton, se veçëm të jetu edhe kom respekt për vendin ku jetoj, se në 10.000 euro se kisha prej kranin heq. Se di myra e ti shumë arrogante, like diva, që s'ka si unë, mdokët e tepërt, në vend që me dhon shembull që një njeri duhet me kom në tokë, edhe pse ka mrit diko në profesionin e vet, këtu të na veç lutën o Zot, bën e naj gazetar, le të më thirë në intervistë, edhe te kallëzoj që jam njeri me standardet nalta e me tregu që si të na nuk ka të dytë në Kosovë. Kur i nitu fol për qëto shifra që thojnë jo në nërë qëto pare, s'kisha punu kur, a beson më doke që këta njerëz në mendjen e kanë që janë të punu në Dubai. Ama, veç fizikisht janë në mesin tonë, do me thonë midis Kosove. Po masi Kaci nuk e kish prejk kranin në 10.000 euro, atë e këqyrin për sa pare e prejk kranin tash në këto momente. Ngane. Nëse dënë të gjimi të firmash 450 euro, pa që të Kaci ka të qenë. 950 euro është totale. 950 euro është me të rëgullu firma dhe Kaci. E ndëgjum që me të ndreq Selma edhe Kaci ka 950 euro. Biles, këta e pas kanë edhe një farloj oferte që qofse nusja don me ndru frizurën e saj 2 herë, kjo ju mundsohet qofse pagun ekstra. Sa duhet me pagu ekstra për këtë qërbim, ndëgjane. Po ajo është me pagesë ekstra. Vjen dikush për i safit, veç me të rëgullu të më ndryshu, ma gjatë të një urë nuk rënë atë. Edhe në bore në të limban e kemi dalë. Okej, nëse vjen dikush dhe të më për flok është 400 euro pagesa. Si përfundem, i ndëgju çmimet, i ndëgju të deklaratat e Kacit, aja vlen mi dhonë tëna të pare për një natë.